Jemi në stinën e verës, temperaturat janë të larta dhe ne kemi nevojë të freskohemi ashtu si kundër edhe ju. Por shpesh herë nuk e kemi të mundur që të lëvizim nga qyteti dhe të shkojmë në det, pra të shkojmë në plazh dhe si mundësi alternative kemi zgjedhur të shkojmë në pishina. Do të shohim se sa lek do të shpenzojmë sot për një ditë të vetme në pishina. Është ora 9 e mëngjesit dhe jemi në Unazën e Madhe në drejtim të Tegut. Më kishte dalë një video në Instagram dhe zgjodhëm të shkojmë tek Farm 88. E gjetëm shumë kollaj dhe ja ku mbritëm. Ambienti ishte shumë i bukur dhe i rrethuar nga gjelbrimi buz lumit erthen. Ndërsa tani është ai momenti i parë i mëngjesit që duhet të hapim portofolin. Të rritur 1500 lekë personi, për fëmijë 1000 lekë, për nga e hëna në të premte pra, dhe të shtunë të diel 2000 lekë për të rritur dhe 1000 lekë për fëmijë. Fëmijët 0 deri 1 vjeç nuk paguajnë. Më pëlqeu edhe zona e pishinës, e sistemuar mirë dhe shezllonët në distancë nga njëri tjetri. Tani nuk jam i bindur, por besoj se 100-120 persona mund të pushojnë gjatë ditës këtu. Erdhëm ndër të parët dhe mundësia për të zgjedhur pozicionin e shezllonit ishte. Ndaj vendosëm diku këtu në cep. Janë me pagesë? Jo, pa pagesë. Janë përfshime këtë çmimi. Faleminderit. Ne në fakt i kishim marrë peshqira dhe plazhit me vete, po duke qenë se t'i ofroza pishina, po kërcejmë lek të lavatrices. Sa po erdhëm këtu, gjëja e parë që më tërhoqi vëmendjen ishte qetësia. Ne erdhëm dhe deri në mesditë ishte pothuajse bosh. Për një moment të krijohej ndjesia sikur e gjithë pishina ishte vetëm për ne. Dy kafe, një ujë, 360 lekë. Sot që ka ditë shumë e nxehtë dhe gjithë ju që e lini punën pak më herët, është një mundësi shumë e mirë që të merrni vetëm kremin e plazhit dhe rroba banjos dhe të shkonin pishinat, kaloni disa orë sepse peshqirat mund t'i gjeni këtu. Ora është 12:30 edhe është vakti i drekës, edhe pak do ikim ta konsumojmë. Edhe pse është mesditë, pishina ka filluar të mbushet me njerëz, pra të frekuentohet. Të shohim se çka ka për drek. Pasi shijuam disa orë pranë pishinës, ishte koha që të zbulonim restorantin. Kishte 2 salla të veçuara nga zona e pishinës që krijonin shumë qetësi dhe komoditet gjatë drekës. Ambienti ishte i kuruar me shumë shije, me detaje që të binin menjëherë në sy. Një piano elegante, një ekspozitor vere dhe arredimi ngrohtë i jepnin restorantit një atmosferë shumë mikpritëse. Jashtë kishte edhe një hapësirë të dedikuar për fëmijët, ku ata mund të luanin të sigurt ndërkohë që prindrit shijonin drekën. Edhe pse në familjen tonë kemi një rregull të thjeshtë, kur ham nuk luajmë dhe kur luajmë nuk ham. Kështu që fillimisht ishte radha e drekës, pastaj vazhduam përsëri me argëtim. Zgjidhje e mençur, nuk ka nevojë t'ja bësh kamarierit shtyp këtu, por osi, ujë, fatura dhe po e shtyp e gabim, cancel. Është tipim order pra, porosisim. Kjo është edhe menuja dhe mundësitë e zgjedhjes ishin edhe për të rritur, por edhe për fëmijë. Shohim pak çmimet edhe çfarë ofrojnë. Okej, mëngjes, paska dhe mëngjes. Pastat, supat e ditës, sallata, mesore, pasta, risotto,
gatimet furrës, gatimet të zgarës dhe mish. Pas ka dhe specialitetet të egra, kaprol, derë i egër, ros e egër, shapka, thëllëz, shkurtës, lepur i egër dhe ros e egër e madhe. Të në ëmbëlsirat dhe herërat. Këto janë dhe çmimet. Komentet i bëni ju. Porositëm një sallat Cezar, një pica për djalin, një shishe ujë, një Fanta dhe 2 gota verë. I thash kamarierit që dua vetëm një gotë verë, se jam timon dhe më tha, nuk ka problem, nëse do mund të çojmë ne me taksi, është Horsi që të çonta me 10.000 lekë të çon në shtëpi. Dhe për gjithë ju që nuk keni makinë, mund të rezervoni taksin me 10.000 lekë nga Tirana, vini deri këtu dhe me 10.000 lekë ju kthem përsëri në shtëpi. Vjua me një djath fure, një salcice tradicionale, një risotto pule me arra dhe një pllaqime si gjuk. Ja, ka ish do robi, i tas grosh. Edhe, dhe çfarë do të veçoja unë nga kjo drek? Me sinqeritet, të gjitha pa përjashtim, po kjo buka më veçanti, ato salcicet artizanale dhe kjo fasulja, s'ka nevojë për koment. Nuk mund ta mbyllnim me kaq dhe porositëm edhe 2 ëmbëlsira, e në total fatura shkoi 6.140 lekë. Ushqimi dhe shërbimi mund të them që ishte shumë i mirë dhe ne u kthyem përsëri në pishinë për t'u freskuar. You say you need your space, then pull me close. I read your silence. Porositëm 2 cappuccino të ftohta që kushtuan 500 lekë dhe më pas një tjetër zhytje. Got me second guessing. Me kalimin e orëve, atmosfera bëhej edhe më e bukur. Pasditja kishte një tjetër hije shi. Dielli nuk ishte më aq i fortë dhe hija që binte mbi një pjesë të pishinës e bënte ambientin shumë më të freskët dhe të rehatshëm. Është ai momenti i ditës kur mund të vazhdosh të shijosh ujin dhe të relaksohesh pa nxehtësinë e mesditës. A e dini se cili është problemi më i madh që kanë prindrit kur vinë me fëmijët në pishina? Ti nxjerrin nga uji. Mund të them që në asnjë moment nuk e përjetova atë ndjesinë e zhurmës apo trëmujës, por për mua mbetet një nga vendet ku familjet, çiftet dhe miqt mund ta shijojnë ditën në ritmin e tyre. Edhe nga ato vende ku koha kalon pa e kuptuar dhe para se të largohesh, e gjen veten duke bërë llogarit dhe duke menduar se do të rikthehesh përsëri. Domethënë, kemi ardhur që në mëngjes, e kemi shijuar jashtëzakonisht shumë, relaks, shplodhje totale. Nga shazlloni në ujë, nga uji në shazllon, nga shazlloni në kafe, nga kafja në restoran dhe prap shazllon. Qetësi totale. Dhe kemi shpenzuar 4.500 lekë kushtoi hyrja në pishinë, pra 1.500 lekë të reja për person dhe një fëmijë plus 4.500 lekë. 3.200 lekë ose 320 lekë kushtuan kafet e mëngjesit. 6.400 lekë kushtoi dreka dhe 500 lekë kushtoi kafja e pasdites bashkë me një shishe ujë. Në total rreth 11.500 lekë ose 115.000 lekë të vjetra. Për një ditë plazh në pishinë. Se më tha Luli që i ke bë gabim llogarit. Hyrja për fëmijë është 1.000 lekë gjatë ditëve të javës, ndërsa në fundjavë të shtunë dhe të diel është 1.500 lekë. Që do të thotë në total sot kemi paguar 4.000 lekë për të hyrë në pishinë. Dhe kështu e shfrytzuam ditën maksimalisht. Vetëm 5 minuta larg tegut, buz lumit Erzen, zbuluam një oazë qetësie që nuk e prisnim ta gjenim kaq pranë Tiranës. Pa humbur orë në trafik, pa udhëtime të gjata dhe pa u stresuar për asgjë. Ndonjëherë nuk ke nevojë të largohesh shumë për të shkëputur nga rutina. Mjafton të gjesh vendin e duhur dhe për ne Farm 88 ishte pikërisht njëra prej atyre vendeve. Këtu erdhi dhe fundi kësaj videoje për këtë javë, pasi ora po shkon në 19 dhe këtu ka një event sepse tek Ferma 88 organizokan edhe evente, ditëlindje, festa të ndryshme e të tjera. Bashkë shihemi në videon e radhës, por në Bregdet.